Një sherr që degeneroi deri në përleshje fizike me sende të forta është regjistruar mbrëm mes familjarëve të Fatmir Shpellzaj dhe banorëve të Rjollit menjëherë pas daljes nga studio e emisionit Opinion. Përmes një reagimi për mediat, Fatmir Shpellzaj është shprehur se sapo dola nga spitali i traumës, ku për orë të tëra kam qëndruar pranë Timbiri, i cili u masakruar brutalisht nga një tufë njerëzish që në vend të dokumenteve kanë në dorë vetëm dhunën. Ata që kanë dhunuar varret e familjes sime, dje dhunuan edhe djalin tim dhe kjo nuk është më një çështje prone. Ata sulmuan barbarisht djalin tim, i cili kishte ardhur vetëm për të më shoqëruar. Gjithashtu është sulmuar fizikisht shoku i tij duke i shkaktuar fraktura të rënda të dyve. Pas spitalit Nën Tereza na u dësh të kalojmë për mjekim të specializuar tek trauma. Gjithashtu këta persona kanë kanosur avokatën time, i bëj thirrje urgjente policisë së shtetit dhe prokurorisë që të reagojnë menjëherë dhe të vendosin drejtësinë për këtë akt barbar, sepse askush nuk mund të marrë ligjin në duart e veta. Ndërkohë, pas kësaj deklarate të Fatmir Shpellzaj, kanë reaguar banorët e Rjollit përmes përfaqësuesit të tyre prek Molla. Sipas deklarimit të Mollës, përplasja ka nisur pasi djali i Fatmir Shpellzajt e ka provokuar fillimisht duke ndeshur me sup, çka më pas ka sjell një debat verbal mes tyre. Ai pretendon se gjatë debatit djali i Shpellzajt është shprehur se kishte ardhur i përgatitur. Molla deklaron gjithashtu se ai ka qenë i shoqëruar nga rreth 10 deri në 15 persona, të cilët sipas tij kanë qenë të armatosur dhe të pajisur edhe me shkopej bejsbolli. Sipas tij ata kishin ardhur me qëllimin për të marrë dokumentet, pasi kishin menduar se ai ndollej vetëm. Jam tërhequr zvarr nga disa prej tyre në përpjekje për të më marrë dokumentet, por nuk ja dolën ta realizojnë këtë, shprehet Molla në reagimin e tij. Pas përshkallëzimit të situatës, janë përfshirë edhe banorë të tjerë të Rjollit, disa prej të cilëve kanë pësuar lëndime dhe kanë përfunduar për trajtim në spital. Banorët e Rjollit janë drejtuar menjëherë organeve të policisë, ku kanë dhënë edhe deklaratat e tyre për ngjarjen.